Popullsia e Shqipërisë zvoglohet çdo orë me 4 banor. Në krye të një dite, ne jemi 91 shqiptarë më pak, ndërsa në një vit paksohemi me plot 33.000 banor. Kështu mund të përmblidhet me një fjali rezultati i censusit 2023 që përllogariti popullsinë shqiptare. Shqiptarët po emigrojnë, gratë po lindin më pak fëmijë, të moshuarit po jetojnë më shumë, popullsia po të kurret. Shifrat ndryshojnë ndër vite, por jo trendi i pashmangshëm i rrudhjes dhe plagjes së popullsisë. Apo rrezikohet ekzistenca e popullsisë shqiptare me këtë të ardhme demografike? Është ekonomia në radhë të parë, ka shumë shpenzime ardhja një fëmije. Pamundësia për të mbajtur familje. Këtu nuk kena shumë fëmijë, vetëm unë e vllau. Është mundësi të lëvizësh fare nga Shqipëria. Fëmijë si ke, fëmijë e fëmijës nuk i ke. Kanë që në 97-ën, që ka një kur. Për te debatit mbi shifrat, këndvështrimeve apo panoramave të ndryshme, qëndrojnë kokfort disa fakte. Ne jemi një popullsi më e vogël, më e vjetër, më e mpakur. Dhe nuk arritëm këtu në një ditë, vit apo dekadë. Po, është e vërtet që këto fenomene kanë prekur tashmë të gjitha popullsitë në botë. Por Shqipëria po përjeton një tkurje jo të vogël. Është kjo që shohim sot në 2024. Arsyet që arritëm deri këtu janë disa, por më kryesoret janë 2: emigrimi dhe ulja e linçmërisë. Ne do t'i marrim me radhë në analizë, në një këndvështrim nga Vermoshi në Konispol, me histori njerëzore dhe të dhëna ndër vite. Kur flasim për popullsinë shqiptare, vindarse dhe krahasuese mbetet viti 1990. Pas këtij viti, popullsia e Shqipërisë ra në mënyrë drastike, nga 3.2 milion në 2.6 milion. Në vitet e para pas demokracisë, faktori i vetëm që ndikoi në uljen e popullsisë ishte emigracioni. Sipas të dhënave të Instat, në një vit Shqipëria numëron 50.000 njerëz që emigrojnë. Gjysma e popullsisë shqiptare të lindur në Shqipëri jetojnë sot jashtë kufive të saj. Një nga problemet më kryesore, më të dukshme dhe që e bën më të vështirë jetën këtu, është shpopullimi. Shpopullimi është në një masë shumë të madhe. Pothuajse të rinj dhe fëmijë ne nuk dimë më të kemi këtu. Nuk mund t'ua imponojmë ne fëmijëve që mos ikë. Ata janë të rritur dhe bëjnë zgjidhjen e tyre. Të rinjtë e para s'kanë ku punojnë. E dyta, nuk kanë ku arsimojnë fëmijët. Dhe ç'është më kryesorja, të rinjtë nuk krijojnë dot më familje. Para viteve 90, faktori emigracion ishte 0. Ndaj popullsia njihte vetëm rritje. Shtuar këtu edhe bumin e lindjeve nxitur nga politikat e kohës së komunizmit për shtimin e popullsisë. Por gjithçka u përmbys me ndryshimin e sistemit. Sot, 34 vite pas atij momenti, pamja e shumë fshatrave nëpër Shqipëri është kjo. Dryni është detaji që i përbashkon nga Saranda në Shkodër, nga Gjirokastra në Kukës. Edhe në Konispol, një zonë që ka akses të lehtë në Greqi për arsimim, shëndetësi e blerje, sërish sytë e të rinjve janë përtej shtetit fqinj. Të rinjt shikojnë më mirë një jetesë më të mirë, shikojnë një jetesë që të ketë lek. Pra të ardhurët e tyre nuk i matin më në Shqipëri, i matin jashtë shtetit. Në Greqi, në Gjermani, në Zvicër, në Angli, për shembull shkollat avash po mbyllen. Arsyeja e ikjeve masive të rinjve thuajse në 2/3 e rasteve është ekonomike. Ështetuar kjo me pritshmëritë për të përmirësuar standardet e jetesës dhe gjetjen në një pune. Rritja dhe vështirësia e jetesës, rritja e pretendimeve dhe pritshmërive për më shumë komoditet dhe hapësira dhe mundësi, rritja e nivelit inflacionit, rritja
produkteve dhe shërbimeve bazë, e cila ka ardhur progresivisht. Tregon dhe rrit pakënaqësinë e individit dhe zhgënjimin e tij, ku përmes sakrificave të punës gjatë gjithë muajit nuk arrin dot të përmbush nevojat bazike dhe elementare të familjes vet. Shqiptarët që emigrojnë janë ata mes moshës 20-39 vjeç. Dhe kjo fash ka mbetur e pandryshuar në 3 dekada. Dhe është pikërisht kjo moshë që mund të përballojë punët në fshatra. Ndaj sot, syri të kap me shumicë toka djerë. Nuk ka kush i punon më. Për këto punë që mund të bëhen këtu, blegtori dhe shka, se blegtoria mund të ishte një ka fushat më të mira për të jetuar këtu, nuk ka më moshë të rinj që të vend të merren me atë punë. Këtu janë pensionista. Këtu jemi në fshatin Fushbardh në Gjirokastër. I formuar në shekullin e 17, ai njihej si një nga fshatrat më të zhvilluar të zonës. Vetëm për ndërtimin e minierës së fosfateve, që përfundoi në vitet 90, në këtë fshat numëroheshin 300 punëtorë. Kjo shifër është dyfishi i banorëve që kanë mbetur sot këtu. Ironi e fatit dhe trishtimi i madh për banorët e moshuar që kanë mbetur të vetëm, pasi fëmijët i kanë në emigracion. Banorët nuk presin vizita. Lëvizja në këtë zonë është shumë e rrallë, ndaj edhe na duhet i thërrasim disa herë që të dalim t'i takojmë. O bashkë. O bashkë. Kjo është një problem për shembull kush është për Gjirokastër në spital, kush është mbështet. Ka metur domethënë 2 veta në familje ose një vet, një njeri. Vjen mëngjesi, vjen darka, s'të hin njeri në derë. Dhe shkallët në lëndojën, që shkeli djali për herë të fundit, që eku. Vëllezër e motra ju ka nikur në qytet, për të qenë sa më pranë spitalit, pasi edhe ata kishin mbetur fillikat. 2 fëmijët i kanë në Greqi dhe mund të vizitojnë një herë në vit. Fati i madh, ata që i kanë më larg, presin me vite t'i shohin. Është e vështirë. Të keq fëmijë mos t'i keq. Sidomos të mijët e shumë më mas ju që kanë mbetur vetëm kështu, që kanë kur të vogli, kur del hëna ndarke, pavarësisht se bashkimit nuk i thomë se edhe bashkimi mërzitet, edhe i thomë hënës, kur ishin të vogli, tani janë bërë me familje, po kur vajtën, e i thosh, ohën, mom pe, djem të gjë, se i kënë të vogli gjë, e nëna nuk di gjë. Kjo është ndoshta nga të paktat herë kur veshi të kap vargje këngësh në këto zona. Dasmat e lindjet janë harruar çfarë shije kanë. Nga 1300 banor, sot bëhet fjalë për vetëm 150 pensionistë të mbetur vetëm. Dhe shifra vetëm zvoglohet. Kemi harruar fjalën urim. Nuk urojmë të rroj, nuk urojmë të trashëgohet. Nuk e dëgjuar ndonjë fëmijë as të qaj, as të qesh, as të këndoj, as të los. Penoj fëmijë rrugëve. Më të riun syresh që takuam ishte 15 vjeç. Jetonte këtu, por shkollën e ndiqte në Gjirokastër. Tu kam qenë nga klasa e parë deri në të 5-ën, po pastaj u mbyll shkolla dhe u detyrova të shkoja në qytetin e Gjirokastër. Është rreth 45 minuta dhe çohemi herët në mëngjes, është sakrificë. Shkollë nuk ka, pra arsye se s'ka fëmijë, s'ka pse të jetë shkolla. Shkolla si objekt është. Ka funksionuar deri vitet e fundit me pak nxënës, me 2 nxënës deri viti që kaloi. Dhe tani nuk ka më. Tabela mirësevini nxënës të dashur duket paradoksale me këto dyert të mbyllura, që në fakt më shumë se mirë presin, po kërkojnë nxënës. Tu shishte ka njeri, po e kaloj ditën me çuna tu që janë disa çuna më dhënë kështu, dalim me ta bëjmë ndonjë gjë kështu. Është mundësi të lëvizësh fare nga Shqipëria.
Pikërisht këtë mundësi kanë shfrytëzuar 500.000 individ që emigruan nga Shqipëria përgjatë periudhës midis dy censeve 2001-2011. Dhe kjo ike nuk e humbi më trendin e saj të qëndrueshëm, edhe me matjet e censit 2023. Gjetja një pune me të ardhurat të mira dhe arsimimi konsiderohen faktorët nxitës të emigrimit, pavarësisht qyteteve e fshatrave ku jetojnë shqiptarët. Ndaj, po njësoj të rënda janë hapat e pleqjve nga jugu në veri. Këtu jemi në Grud të Shkodrës. Fshati ka vetëm 16 shtëpi, të gjithë me syt nga rruga për t'u larguar. Në tonë malësit mole, për të vere që i kodej Shkodër, vend më thotë se këtë s'ke. Se këtë nuk ka ujë për të ndetërua, njerëzit me ikë poshtë. Paksimi në numër i ka bërë këta banor edhe më të padukshëm në listën e madhe të plotësimit të nevojave bazë. Shkolla është mbyllur prej kohësh, por këtu nuk bëhet fjalë as për të pasur një qendër shëndetësore. Disa banorëve, fëmijët ju kanë sjell makinë që të ikin vetë në spital. Ambulanca nuk vjen dot aty. Se nuk kanë ambulancë të natën kur vjen. Do të me pasi lloj mjetit për me shku në spital. Edhe kena doktorin e fshatit to. Kurse me kanë djali më mirë nuk ka. Po nuk ka që janë shëndetësore. A s'di ku me ne gjatë ditës. Duhet me bojë gjithmonë. Ku me shkua? Është të i thonë një e tjetët. Tu të thonë ty, tu të thonë mua, ma na po ne qënë me bojë gjithmonë komplika në Shkodra. Një ashtu, kom që disa e natën. Edhe kanë dek këtu. Për munges ato, kanë dek. Dekun e kom që vetë në Shkodra në spital, ideal të ri. Dikur banorët zbrisnin pa rreshtur nga zonat më të thella, e në fshat çdo ditë shtohej nga një familje e re. Tani, edhe ata që kanë mbetur, kanë fatin e këtij plagu, rrokut, që ju paksua familja e madhe para syve. Kur kam ra vetë 7. Tash unë kam vetë, për shembull me djalë, burrë e grua. Jeta në këto fshatra ngjan me një zonë pas lufte. Rënoja, toka djerë, dyert të mbyllura nga ferrat dhe pleq. 3 fëmijët e vetëm që gjetëm në këtë fshat i morëm në intervistë. Tu nuk ka shkollë dhe ne bëjmë shkollën në Grëmir dhe kështu është një burrë që vjen me na marrë me makinë, kura dit me shinë, kura dit me diell, shkojmë me bicikleta ose shkojmë kam. 40 minuta e 1 orë. Por mungesa e fëmijëve nuk është një hall vetëm i zonave të shpopulluara. Ajo nis nga metropoli e shtrihet në çdo fshat e qytet shqiptar. Edhe këtu, njësoj si me emigracionin, vija ndarse në rënien drastike të shifrave është viti 1990. Të ndalemi pak në to. Në vitet 1960, kishin një regjim demografik me lindshmëri të lartë, 7 fëmijë për një grua. Shifra u përgjysmua në vitet 90 në 3 fëmijë për grua. Kishte disa faktorë që po ndihmonin atyre viteve rënien e lindshmërisë. Nga viti 1950 deri në vitin 1990, përveç lindshmërisë, ulja drastike e vdekshmërisë ishte faktor i rëndësishëm në rritjen e popullsisë, me jetëgjatësinë në lindje nga 50.5 vite
deri në 70.4 vite për të dyja gjinit. Faktorët që ndikuan në këtë ulje të vdekshmërisë ishin kryesisht investimi në shëndetësi. Faktori i përgjithshëm. Shëndetësia u bë universale dhe falas. Krijimi një sistemi social të barabartë për të gjithë. Rritja e edukimit dhe veçanërisht tek femrat. Politikat e fokusuara tek nëna dhe fëmija. Reduktimi i mungesës së produkteve me origjinë shtazore. Sa më shumë kalonin vitet pas 90, aq më shumë ulej numri i lindjeve për një grua, derisa shkoi nga 3 në 1.65 në 2011, në 1.32 në vitin 2021. E së fundmi, me matjet e reja të censit, në 1.2 në 2023. Mes familjeve të reja, shpreha 2 fëmijë janë pak, e 3 shumë, u kthye në 1 fëmijësh pak, e 2 shumë. E parë në këndvështrimin e kohëve kur jetojmë, ecën në ritmin e stilit të jetës. Por demografia nuk i ka ndryshuar kushtet e saj, kur kërkon për nivelin e përtëritjes së popullsisë. 2.1 fëmijë për një grua. Në këto kushte ky faktor rrezikon të kthehet në faktorin kryesor të rënies së popullsisë në të ardhmen. Teuta është vetëm një nga shumë gra që së bashku me partnerin ka vendosur të mos sjellë një fëmijë në jetë. Në fakt, asaj as nuk i pëlqen ta quaj vendim. I ka ardhur natyrshëm, siç ajo e quan, në rrjedhën e stilit të saj të jetës. Mendoj kështu, që ne nuk vim në jetë vetëm për të martuar dhe për të bërë fëmijë, ne vim për shumë gjëra në jetë. Sigurisht ardhja e një fëmije në jetë është bekim, është një ndjesi, domethënë që Zoti femrën e ka bekuar, por jo të gjitha, shumë femra domethënë kanë vendosur me dëshirë të mos qenurit nën. O do hedhim një vështrim pas ndër vite, numri i lindjeve ka ardhur në rënje edhe një dekadë më parë. Nga 53.000 lindje në vitin 2001, në 34.000 në vitin 2011. I ullët, por favorizues për sa kohë numri i vdekjeve ishte në nivele të rreth 20.000 në vit. Kjo prodhonte një rezultat pozitiv për shtesën e popullsisë. Historia ndryshoi trajtën e saj në vitin 2020-2021, ku numri i vdekjeve tekaloi lindjet, 30.000 vdekje në vit. Një pikë kthese shënoi 2023, ku lindjet ishin 2.000 më shumë se vdekjet. Shenjë e mirë, por sërish e pamjaftueshme për demografinë. Këto që po flasim nuk janë thjesht shifra të shpërndara ndër vite, dhe duhet sqarojmë edhe pse. Një fëmijë i munguar në lindje në 2011, tani do të ishte një 13 vjeçar që brenda pak viteve do të kthehej në një forcë aktive pune, po të tilla lindje të munguara janë të paktën 7.000, me arkun kohor nga 2011 në 2021. E ndërsa ata i mungojnë piramidës së popullsisë, nuk ndodh kështu me të moshuarit. Në Shqipëri, vijon rritja e jetëgjatësisë mesatare deri në 80 vjeç. Kanë shtëpi, kanë pensione, po nuk kanë njerëz, se fëmijët i kanë emigracion. Ju digjet gjua dhe malli për fëmijët, për niprit e tyre, për mbesat e tyre. Dhe kjo është një tjetër plagë e madhe që ka shoqëria. Të dhënat e Cens 2023 tregojnë se 1 në 5 individ, 19.7%, janë 65 vjeç e lartë, krahasuar me 1 në 9 individ, 11.3% në censin e vitit 2011 dhe 7.5% në censin e 2001. Plakja e popullsisë vihet re edhe në raportet e varësisë që ka mes numrit të rinjve dhe atij të moshuarve. Dërsa krahasojmë matjet nga censi i 2023-shit dhe matjet e censit të 2011-s, raporti i varësisë të rinjve pësoi rënje në 24% nga 30.4, dërsa raporti i varësisë të moshuarve pësoi rritje në 30.4% nga 16.7.
Mes qyteteve spikat Gjirokastra, me raportin e varësisë të rinjve më të ullët 19%, dhe raportin më të lartë të varësisë të moshuarve 46.1%. Banorët atje e shohin kështu këtë fenomen. Sot ndikojnë pasiguria, pa shtëpi, ekonomia shumë e dobët, stresi që kanë njerëzit, emigrimi janë të pa qëndrueshëm, do me thënë në jetë, njëherë do ikin, njëherë do vinë, njëherë kanë të bëjnë shumë të gjitha këto për ardhjen e një fëmije tjetër. Do që ti kesh një fëmijë sot, unë kam timbir, ne kemi një vajzë të vogël që është 9 muaj tani. Por me shumë vështirësira, në kuptimin shumë shpenzime, do shumë mbi ngarkesë nga ana ekonomike. Fertiliteti i përgjithshëm i femrave në Shqipëri është në nivelin mesatar europian, midis 1.6 dhe 1.7 lindjeve të gjalla për femër. Megjithatë, shkalla e përgjithshme e fertilitetit pas vitit 2014 ra në rreth 1.3 lindje të gjalla. Ato u renditën në zonën e fertilitetit më shumë se të ullët. Mosha mesatare e popullsisë është 42.5 vite nga 35.3 vite që ishte në censin 2011. Pra thënë më thjesht, paksohen të rinjt e shtohen të moshuarit. Ikën pjesa vitale që mund të mbajë ekonominë dhe shtohet pjesa që kërkon të mbahet nga ekonomia. Parashikimet janë edhe më të zymta se kaq. Sipas Instat, numri i fëmijëve dhe adoleshentëve me gjas mund të bjerë nga 656.000 në vitin 2020 në rreth 350.000 pas 30 vitesh. Nëse numri i popullsisë së përgjithshme, fëmijëve, adoleshentëve dhe njerëzve në moshë pune zvoglohet me shpejtësi, rritja e numrit të moshuarve do të jetë intensive gjatë 2 dekadave të para. Pjesa e tij në popullsinë e përgjithshme ka të ngjarë të rritet vazhdimisht nga 15.2% në fund të vitit 2020 në pothuajse 29% në vitin 2050. Të gjitha këto sa renditëm e jo vetëm, nuk janë më një këmban alarmi vetëm për specialistët e shifrave. Janë një shqetësim që nis nga të rinj që duan të ikin tek familjet që nuk po bëjnë më fëmijë, tek prindrit që po mbesin vetëm e deri tek ata që po ikin nga kjo botë të vetmuar. Trishtimi më i madh për mua, jo vetëm për Zhbarës, po i gjithë fshatrave është kjo. Shpopullimi.